إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush ta humbë, ndërsa atë që I çojë në humbje nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar dhe ruhuni gjithmonë prej Tij, duke mos shkelur ndalesat e Tij. Po ashtu ruajeni pa drejtësisë, sepse pa drejtësia do të jetë errësira të shumta ditën e Kiametit. Ashtu sikurse na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Robërt Allahut, dijeni se pa drejtësit janë tre regjistra. Pa drejtësit janë tre regjistra. Një regjistër që Allahu nuk fal asgjë prej Tij. Një regjistër që Allahu nuk lë asgjë pa ja marrë hakun. Dhe regjistri I tretë është pa drejtësia I njeriu ndaj vetes së tij, pra në gjëra mes tij dhe Allahut. Sa I përket regjistrit të parë, të cilin Allahu I lartësuar nuk fal asgjë prej Tij, ai është regjistri I kufrit, pra I mosbesimit, që përfshin gjithçka që pije ndesh me besimin. Kështu ai përfshin bërjen shirk Allahut të lartësuar, lutjen drejtuar dikujt tjetër përveç Allahut, kurbani dhe zotimi për dikë tjetër përveç Allahut, kërkimi shpëtim nga dikush tjetër përveç Tij, hipokrizia në besim, mosbesimi në profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mohimi I të vërtetës me cilën kanë ardhur tekstet e Kuranit dhe të Sunetit, mohimi I detyrimeve të qarta të fesë, siç është namazi, zekati, agjërimi, respekti ndaj prindërve apo mohimi I ndalimeve të qarta si alkooli, apo mohimi I moralitetit, kamata, mosbindja ndaj prindërve e të tjera gjëra të cilat janë të domosdoshme me fe. Kjo është pa drejtësia më e madhe të cilën Allahu nuk e fal kurrë nëse njeriu vdes pa u penduar. Ndaj nëse pa drejtësia përmendet në Kur'an dhe Sunet, pa përcaktim, atëherë ajo që kihet për qëllim me të është ky lloj I padrejtësisë. Prandaj kur zbriti fjala Allahut të lartësuar, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata që besuan dhe nuk e përzien besimin e tyre me pa drejtësi, atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam kuptuan se kjo lloj padrejtësie përfshin çdo padrejtësi dhe thanë cili prej nesh nuk I ka bërë padrejtësi vetes së tij. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë: a nuk e keni dëgjuar fjalën e robit të mirë, I cili thot: ja bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun adhim. O birim, mos I bëj shirk, pra ortak Allahut, se vërtet shirku është padrejtësi shumë e madhe. Pra kuptimi I padrejtësisë në këtë ajet nuk është gjunahu I zakonshëm, por se shirku, sepse shirku është padrejtësia më e madhe. Po ashtu Allahu I lartësuar thot: ja ayyuhalladhina amanu
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. O ju të cilët keni besuar, jepni nga ajo që ju kemi furnizuar para se të vijë një ditë në të cilën nuk ka shitblerje, as miqësi dhe as ndërmjetësim, e pikërisht mosbesimtarët janë të padrejtët. Pra padrejtësia më e madhe në të cilën nuk bën dobi miqësia as ndërmjetësimi ditën e Kiametit është mohimi Allahut të lartësuar, nga se kufri, mohimi, mosbesimi pra është padrejtësia më e madhe. Ndaj, nga Ata ibn Dinar, Allahu më shëroft transmetohet se ka thënë, lavdërimet i takojnë Allahut që tha, e pikërisht mosbesimtarët janë të padrejtët, dhe nuk tha pikërisht të padrejtët janë jo besimtarë. Dhe të vërtetën ka thënë, Allahu e më shëroft, sepse nuk ka njëri vetë se i ka bërë padrejtësi vetës së tij, mirë po çdo padrejtësi që ndodh, edhe pse njerëzit e quajnë padrejtësi atë, ajo nuk është asgjë përpara padrejtësisë së kufrit ndaj Allahut të lartësuar. Po ashtu Allahu i patmeta thot: "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Dhe ditën kur i padrejti do t'i kafshoj duart e tij dhe thot: asi kur të kisha marrë rrugën bashkë me të dërguarit. Prandaj vini re robërt Allahut, sa i madh është pendimi i këtij të padrejtit ditën e Kiametit. Ai nuk i ka bërë padrejtësi askujt prej krijesave, por Allah e ka quajtur atë të padrejt vetëm sepse ai nuk ndoqi të njëjtën rrugë bashkë me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allahu i patmeta në fund të surës Ibrahim thot: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Dhe mos mendo se Allahu është i shkujdesur ndaj asaj që bëjnë të padrejtët. Pastaj në vazhdim të ajeteve Allahu e sqaron se padrejtësia e tyre është pikërisht për shkak se ata nuk ju përgjigjen thirrjes së Allahut dhe nuk i ndoqën të dërguarit e tij. Ndaj ai thot: "Wa anzirin nase yawma ya'tihimul 'adab, fayaqulu alladhina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi' ar-rusul." Dhe paralajmëroi njerëzit për ditën kur do të vijë dënimi. E ata që kanë bërë padrejtësi do të thonë: Zoti ynë, na jep afat deri në një kohë të shkurtër, që t'i përgjigjemi thirrjes tënde dhe t'i ndjekim të dërguarit. Pra kjo lloj padrejtësie nuk ka falje kurrë, përveç se nëse robi pendohet me pendim sinqert dhe të vërtetë. Ndërsa regjistri i dytë, vëllezër të nderuar, prej regjistrave të padrejtësisë, i cili është pak më i lehtë se ky i pari që përmendëm, është padrejtësia midis njerëzve. Pra kjo është padrejtësia që robrit ja bëjnë njëri tjetrit. Allahu i lartësuar do ta marrë tërësisht hakun për të, dhe ai falet vetëm duke u penduar tek Allahu i lartësuar, apo duke u kthyer të drejtën pronarëve të saj dhe duke kërkuar hallallikun e tyre. Ndaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "A e dini se cili është i dështuari?" Ata thanë: "I dështuari në mesin tonë është ai që nuk ka asnjë dirhem dhe asnjë plaç." Ndërsa ai tha: "Më të vërtetë, i dështuari prej umetit tim është ai që vjen ditën e Kiametit me namaz, me agjerim dhe zakat, dhe vjen ndërkohë që ka shartë këtë, ka akuzuar për imoralitet atë, ka ngrënë pasurinë e këtij, ka derdhur gjakun e atij dhe ka goditur këtë. Atëherë këtij që i është bërë padrejtësi do t'i jepen nga të mirat e këtij të padrejtit, por edhe atij tjetrit do t'i jepen nga të mirat e tij. E nëse atij mbarohen të mirat para se të lajë hesabin që ka obligim, atëherë merren prej të këqijave të tyre dhe u hidhen këtij të padrejtit, pastaj ky flaket në zjarr." Po ashtu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man kana li akhihi madhlamatun min 'irdin aw mal, falyatahallalhu al-yawm
قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم فإن كان له عمل أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. Kush ka bërë ndonjë padrejtësi ndaj vllajt të tij, qoftë në nder apo në pasuri, le t'i kërkoj halallin atij sot përpara se të merret haku prej tij ditën kur nuk ka as dinar as dirham. Nëse ka vepra të mira, do të mirën prej tij në masën e padrejtësisë që ka bërë. E nëse nuk ka vepra të mira, do të merren nga gjunahet atij që është bërë padrejtësia dhe do t'i ngarkohen atij. Ndaj bëni kujdes robërt Allahut dhe qëndroni larg çdo padrejtësie kujdo që të jeni. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. Robert Allah. Ndërsa regjistri 8 prej regjistrave të padrejtësisë është padrejtësia që robi japon vetes së tij në lidhje me gjunahet që janë më poshtë se kufri dhe shirku, apo në lidhje me të drejtat e krijesave. Ky regjistër është më i lehti nga të gjithë regjistrat dhe më i shpejti për të fshirë, sepse ai fshihet me pendim, me kërkim falje, me veprat mira që i shlyen gjunahet, me sprova që i bin njeriu që i shlyen gjunahet dhe me lutjen e besimtarëve për të. Çdo regjistër prej regjistrave të padrejtësisë, përveç shirkut dhe llojeve të kufrit, futet në kuptimin e përgjithshëm të fjalës së Allahut të lartësuar ku thotë: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Me të vërtetë, Allahu nuk fal që t'i bëhet shirk atij dhe fal çdo gjë tjetër poshtë shirkut atij që ai do. Domethënë personi i kësaj padrejtësie është në dëshirën e Allahut. Nëse do ai e fal dhe nëse do e dënon sipas masës së gjunave të tij, pastaj e fut në xhenet atë. Ndërsa lloji i parë i padrejtësisë, për të nuk ka shpresë për falje ashtu siç dëgjuat në ajet, dhe për shkak të fjalës së Allahut të lartësuar: "Walladhina kafaru bi ayati Allahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum 'adhabun alim." Ata të cilët mohuan ajetet e Allahut dhe takimin me të, ata e kanë humbur shpresën nga mëshira ime dhe për ta ka dënim të dhëmshëm. Pashtë Allahu i patmeta ka thënë: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk do t'i pranohet dhe në ahiret ai do të jetë prej të humburve. Prandaj ruhuni o musliman nga padrejtësia, qoftë ajo e vogël apo e madhe, qëndroni të pala kundër në fenë Allahut dhe dijeni se malli apo plaçka e Allahut është e shtrenjtë dhe malli i Allahut është xheneti. Vëllezër të nderuar, së fundi mos harroni të luteni për pejgamberin ton, pasi Allahu i lartësuar ka thënë në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë Allahu dhe melajket e tij e lavdrojnë pejgamberin. O ju cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për ta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.